Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Mendoni në këtë moment personin tuaj të zemrës. Çfarë do të thotë ai në këtë moment që po shikoni këtë video? Pra çfarë do të thotë ty në këtë moment personi i zemrës tuaj? Çfarë mendon për ty? Çfarë do të thotë ty në këtë moment? Do të sjellë një lajm të papritur, të befatishëm që do të transformojë jetën tuaj në çdo anë. Është në pritje të këtij lajmi dhe ka këtë rrot fati që e mbron në çdo situatë, në shëndet, në bollëk, pra është një rrot fati, një transformim i madh që do të bëhet në jetën e ti dhe tënde. Do të marrësh këtë mesazh për transformim, dhe pse jeni pak me probleme, pra të dëshpëruar, keni marrë pak lëndime, do të vi një ndryshim. Pra ai do të shprehë dashurinë që ka për ty, pasionin, sepse dieta e monedave më tregon pjesën e pasionit, e gjërave pozitive që ai ka në drejtimin tonë. Ai mendon shumë gjëra të bukura, gjithmonë në mendjen e tij gjëra fantastike, mrekullira me ty, për të ndërtuar një jetë me ty gjithmonë. Mediton, reflekton me botën e tij të brendshme dhe ju mbaheni me drejtësisë, ju mbaheni, mbroheni nga ky ëndjull në univers dhe që largon gjithmonë njerëzit negativ nga jeta juaj, sepse keni rreth vetes njerëz jo fort të pastër. Ju shikon gjithmonë si kjo mbretëreshe e kupës, një femër të pastër nga ana shpirtërore dhe shumë të sinqert. Ju të gjitha lidhjet që doni të krijoni, dhe sentimentale, dhe lidhjet në shoqëri, në miqësi, doni të kenë bazë themelet e sinqeritetit, pra të kenë sinqeritetin në themele. Ky mashkull ju dashuron pa masë, ju dashuron me zemër, me shpirt, dhe do dieta e kupave që me ty të krijoj një jetë familjare të mrekullueshme. Pra ka shumë mendime që do t'i shpreh pozitive në drejtimin tonë. Me kë rezonon, me kë shën rezonon kjo energji? Me Bigjreshën, me Akrepin, Gaforen, me Binjakët, Peshore, Akrep, Ujor, me Dashin, me Shigjetari dhe me Luanin. Kurse me Gërmat, emrit mbi emrit apo qytetit apo vendit tuaj, me gërmën R, gërmën P, Sh, S, A, Z, E, Gj, Nj, Q, R, L, F, I, B dhe Y. Faleminderit shumë, miq e mi.